Me zor janë nisën e ashtu ju shkoj. Si zakonisht mbledhja e deputetëve në kohën e parapar nuk ndodhi, andaj një orë me vonesë filloi seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, ku parashihej zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve. Edhe kur deputetët u tubuan, kryesuesit të seancës Avni Deharit ju desh kohë. Disa deputet nuk i zunë vendet e tyre, me që kishin muhabete me zvete, Agim Bahtiri vetëvendosjes me Besjan Mustafen e Arben Gashin e LDK-s, bisedën e relaksuar nuk e ndalen për disa minuta. E laf pak më të shkurtër, por me plot qejf, fati Lutfi Aziri me Edona Laloshin e me Fail Bajqinovcin. Bisedën më sekrete, vesh në vesh, e pati Gjelal Sfeqla me Albulena Haxhiun. Pasi Dehari bëhet gati, seancën e hap dhe mbyll pothuajse për një herë me një kump të keq. Kryetari i lëvizjes vetëvendosjes, zoti Albin Kurti, ka kërkuar kohë shtesë për të propozuar kandidatin për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ftoi përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje, zotin Albin Kurti, që ta propozoj kandidatin apo kandidatin për kryetare apo kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kurti për këtë kërkesë përmend një arsye të përsëritur. Takimet dhe komunikimi i imi si kryeministër në detyrë dhe kryetari i subjektit fitues lëvizja vetëvendosje me kryetarët e partive të tjera parlamentare kanë vazhduar. Marrëveshje politike nuk kemi ende, prandaj që të evitojmë zgjedhjet e reja, ju lus për kohë shtesë. E krahun për këtë janë ban edhe kryesuesi Dehari. I lus kryetarët e të gjitha partive të shtojnë përpjekjet për marrëveshje politike. Për këtë kërkesë reagimi ndaj Kurtit ishte i menjëhershëm. Ndërpritet seanca, shërbimi i sigurimit le të ndërhyjë, ju lutem. Kësaj radhe deputetja e Aleancës e gjuan me vezë Albin Kurtin. Prej kësaj situate të tensionuar të parët nga seanca dolën deputetët e vetëvendosjes dhe më pas u shpërndan subjektet e tjera pas dështimit të konstituimit të Kuvendit.